marrëdhënieve, për shembull, në ndërtimin e marrëdhënieve, çfarë duhet kenë kujdes prindrit, mungesën e buzëqeshjes sociale. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që prindi është përballë, figura e njohur që në moshën 3 muajshë, prandaj them prindi dhe nuk them aktor të tjerë të rritur rrotull fëmis, prindi është përballë dhe i buzëqesh dhe e fton në një lojë apo në një përgëdhelje dhe fëmia është goxha serioz. Pra nuk ta kthen me atë buzëqeshjen që presim nga bebi. Vjen babi nga puna, e thret motra, e thret vraj, duhet kemi një buzëqeshje sociale, ai sa e takon grup moshës, po duhet jetë prezent, duhet kemi një shikim me emocion. Në anën e marrëdhënieve, fëmia do të preferoj njerëzit, jo lodrat, por ky fëmia për të cilin po flasim ka tendencë të zgjedhë vetëm lodrat dhe të injoroj njerëzit që janë rrotull tij.